Përshëndetje, sot jam me një artiste shumë të njohur të Shqipërisë, Lirie Rasha. Zonja Lirie, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të flas me ty sot dhe shumë faleminderit që pranove ftesën time për intervistë. Ju falenderoj ju veçanërisht për arsye se na nxirrni përpara publikut ton. Edhe kënaqësia më e madhe është kur të rinjt mundohen të na njohin për ecurinë e rrugës tonë artistike deri në këtë moment. Si nisi kjo karriera juaj artistike dhe ka shumë vlera? Kam qenë shumë e vogël kur kam nisë të këndoj. Unë kam lind këtu në një nga këto fshatrat e Zalldardhës. Është një çik larg për ta treguar se këtu ka shumë pemë që na lën me pat zonë. Kisha shumë dëshirë të këndoja sepse unë vim nga një familje artistësh. Unë familjen time kam pas babën dhe 5 vëllezërit e babës, të cilët të gjithë i kanë ra një instrumenti. Dikush i ka ra violinës, dikush i ka ra fizharmonikës, dikush shiftelis, dikush mante ritmin. Po do të thënë kemi qenë një familje e kompletuar për të Pjesën artistike për të dalë edhe në publik mundësisht, por ne atëherë nuk kishim mundësi publiku dhe këndoshim për familjen, ku kishim gëzime familjare. E kështu unë vazhdova shkollën, duke kënduar ma shumë privatisht, aty ku më takonte koha, o në një baqe, o në një pemë, këndoja. Unë isha në shkollën 8 vjeçare, ku unë u vuna në Dukje si këngëtare. Aty po kalon të një mësuesi matematikës dhe ai më ngjëron mua dhe mos e zgjasim se e kam dhënë shpesh këtë intervistë se si e ku e qysh. Edhe nga aty erdha këtu në Zalldardh. Pastaj në Zalldardh në Peshkopi ishte festivali i Gjirokastërës dhe këtu unë mora famën si këngëtare, ku vazhdova dhe shkollën e mesme pedagogjike e gjatë kësaj kohe jam aktivizuar vazhdimisht me statën profesioniste. Një ndër gjërat kryesore që më ka rastis mua në jetën artistike, për shembull se vin nga një zonë shumë ardashse. Të thush këtu në Zalldardh ka këngëtar pafund. Por kemi pas edhe shembuj të cilët ne jemi mbështet para nesh. Për shembull ka qenë muzikanti i madh Muharrem Xhediku, i cili ka ndërruar jetë në një moshë shumë të re, po ka lënë vepra shumë madhështore derisa i kanë përdorur edhe në Radio Tiranën edhe në ansamblin e shtetit edhe sot akoma këndohen domethënë krijimtaria e Muharrem Xhedikut. Po ashtu mas Muharremit ka qenë Aziz Mreu, një ndër më të njohurit në folklore, në koreografie, në kostumet popullore, domethënë ka qenë një kritik shumë i mirë, i cili nuk toleronte fare të kesh përdorje, të kesh veshje, domethënë, kostumin kombëtar. Pastaj kemi ardhur brezi jon, Qerim Sula, Caje Poleshi, Sherik Dervishi, rahmet pas ai sot nuk është mes nesh, si dhe Qerimi Gjiganti Qerim Sula sot nuk është mes nesh, por kanë lënë veprën e tyne, të cilën gëzojnë respekt edhe sot e kësaj dite, më thonë këngët që kanë kënduar ato, janë të pazëvendësueshme nga këngëtarë tjerë. Dalemi pak e karrierës jote, cili ka qenë momenti më i vështirë që ke hasur gjatë karrierës? Momenti më i vështirë ka qenë kur unë në një moshë shumë të re, ndrova domethënë nga zona ime, të cilët i kisha shumë mbështetës, sidomos prindtë e mi i kam pas shumë mbështetës. Imat ka qenë një ndër ato që mua më ka shtyrë vazhdimisht për të kënduar, për të marrë me artin. I pëlqente shumë arti dhe më gjente vazhdimisht. Edhe më thoshte mua, më thoshte, "Gjë, ti do të ndjekish rrugën e këtyne këngëtareve, për shembull, ka qenë një këngëtare e vjetër nga Kërqova, por shumë e famshme dhe shumë e mirë. Ka qenë këngëtarja e madhe Anife Seyfullari Çami.
të cilën baba im e ka dashur shumë si këngëtar dhe më thotë, "Një gjë, sa bukur këndon." Dhe mund të morrish nga këngët e kësaj ti këndosh. Ka pëlqyer shumë Hafsa Ziberin, ka pëlqyer Fitnet e Regjën, ka pëlqyer këto këngëtarët e mëdhej, do bigët e vendit tonë. Momenti më i vështirë ishte kur unë rika nga Zaldarda dhe shkova në Peshkopi. Prezantimi i parë që shumë madhështor, kur unë këndova përpara publikut, mirë po pastaj vazhdimisht njerëzit më distanconin se unë kisha shku nga fshati. Dhe nuk isha një qytetare si ato, mes atyne. Por që vazhdimisht ishte ai shikimi që po vjen një në nivelin ma të ulët, por unë gradualisht mora një emër, mora një respekt, vazhdova shkollën, e mbarova aty, kalova në stradën e profesioniste të Peshkopisë dhe aty pastaj arrita krijova emrin tim artistik. Aty ishte momenti kulminant i karrierës tënde. Momenti kulminant i karrierës time ka qenë kur unë kam marrë pjesë në ansamblin e shtetit. Si ishte kjo përvojë? Përvoja ishte shkoj unë në një konkurs për të vazhdu kursin e kantos në Tiranë. Aty në juri, ku unë konkurova, ishte Ibrahim Tukiqi, një ndër antarët e jurisë. Edhe më thotë mu, sa futem unë për të konkuruar, më thotë mu, po ti qa do këtu? Më thash unë, kam ardhur të konkuroj, thash për të vazhdu kursin. Ti ka ardhur na japesh mësimin e tha? Edhe unë djeva keq aty se dhe me thanë të më thotë mu një, kush ka qenë Ibrahim Tukiqi, një ndër këngëtarët më të mëdhej të ansamblit shtetit. Edhe i them unë, jo, si unë të jap mësim ju, thashtë, më jepni ju mësim mu, thashtë, unë kam nevojë për mësimet e juja. A ti si tha, na e knoat fushën e korabit, tha, edhe i ke dilë pastaj. Nova fushën e korabit, ai ishte momenti më i gëzueshëm në jetën time. Pastaj direkt u aktivizova gjatë gjithë vitit që unë isha në kursin e kantos, dhe më thënë që vazhdova një vit kursin e kantos, u aktivizova me ansamblin e shtetit. Do na kënosh disa bashkë të fushës korabit? Po, pa tjetër. Sa më të shkurtër? Vetëm për të këndues për të unë. Jepi. Po në tjera për mu jenë më ndryshme. Moj fusha e korabit e njera unë tajna erdhe hakut oh njera unë. Shumë faleminderit, ishte mrekullueshme ta dëgjoja nga ty live. Faleminderit. Le të kthehemi pak ndoshta pika jote e dobët, vajza. Tamam, pika e dobët. Unë kam edhe djalin që i kam të dy pikë të dobët, po djali nuk e filloi pak me kënu fillimisht, pastaj e la. Nuk është se ishte i kësaj fusha shumë. Vajza shumë këmbëngulëse, i pëlqente muzika, fillimisht u morë me muzikën e lehtë, pastaj filloi, por ajo punon tjetër ku unë në sektorin e artit edhe është pak penguese për të ecë në pjesë të reja. Si ndihesh kur e ndëgjon vajzën teksa këndon? Jam shumë e lumtur, jam tepër e lumtur kur vajzën e shoh që ecën përpara si në fushën e punës së saj, po ashtu edhe në pjesën e artit. Zonja Liria, shumë faleminderit për këtë bisedë, ishte kënaqësi. Faleminderit nga ju. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.